Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Shokuese, aktori I njohur I serialeve thot se ka kryer marrëdhënie me kushuririn e tij. Kanye West, aktori I njohur me famë ndërkombëtare, ka shokuar fansat me rrëfimin e tij të fundit, duke pretenduar se ka bërë marrëdhënie me kushuririn e tij në fëmijëri. Në fakt, eksperiencën e ka kthyer në një këngë të re të titulluar Kushuriri. Teksa ka nxjerrë në treg këngën e tij më të re, më 21 prill, Kanye West ka rrëfyer se revistat e mëdhaja të showbizit janë gjetur në shtëpi me sendeve personale të nënës së tij të ndjer kur ai ishte ende fëmijë. Ai tha se ja tregoi revistat kushuririt të tij, I cili në atë kohë ishte 6 vjeç. Revistat shfaqnin skena puthjesh mes burrave, gjë që thot ai se e shtyu të kryente marrëdhënie me kushuririn e tij në moshën 14 vjeçare. Ai shprehet, kënga quhet Kushuriri dhe e kam bërë dedikim për kushuririn tim që ndodhet në burg me dënim të përjetshëm pasi vrau të dashurin e tij shtatzën disa vite më vonë, I thash që do të shihnim disa revista të ndotura. Ndoshta në lëmshin e egoizmit tim ndjeva sikur ishte faji im që I tregova ato revista kur ai ishte 6 vjeç dhe vepruam ashtu siç vepruam. Babi im kishte këto revista Playboy, por revistat që gjeta mbi raftin e mamit ishin të tmerrshme. Emri im është Kanye dhe unë e kam bërë këtë gjë, e pranoj. Në moshën 6 vjeçare kjo ka ndodhur, tregon ai.